Shikues të nderuar të rëtërisë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se takohemi edhe sot në emisionin Në hijen e mëshirës, që vazhdon të jetë çdo ditë punë pra nga hënën të premte në valët e radio televizion të Liria, nga ora 16 gjatë muajit të bekuar muajit Ramazan. Për sot do të flasmi mendimi mirë për Allahun me Hoxh Suad Shabanin nga Presheva. Hoxh, selam aleikum i sejve. Aleikum salam, mirë së gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj që keni pranuar të jeni pjesë e këtij emisioni. Para se të kalojmë tek tema, shkurtimisht, çush është atmosfera e Ramazanit në pjesën tjetër të shqiptarëve që jetojnë, ka dallim me mesjosh dhe nesh në kuptimin e atmosferës iftareve, organizimit jetës fetare në përgjithësi. Organizimi i jetës fetare përkundër numrit që do thotë është zvogëluar në trojet tona, nuk është që dallon shumë, do thotë, si organizim me për shembull me vendin këtu ku jemi në Kosovë, pastaj vëllezërit tanë në Maqedoninë, Shqipëri. Mirë po, ajo që e bën dallimin edhe ndoshta e hupat atë bukurinë edhe hijeshin është, do thotë numri, do thotë që nuk ka mbet, do thotë i madh në ato vende, përkundër që ka mbet numri i vogël, megjithatë prap do thotë atmosfera mbretëron shifet gëzim tek plesht, do thotë xhamati i moshës së shtyr. Pastaj shifet gëzim edhe tek fëmijët të cilët mendzi presin dikush të ftojnë në uftar, që na kemi do thotë zakon xhamia jon. Kjo është Ramazani non si imam i kësaj xhamie, do thotë unë e kam zakon që në iftar ose dy iftar me i bë me komplet fëmijët e katundit fshatit, do thotë që nga mosha 5 vjeçare deri tek klasa e 8, dhe kjo jep atmosferë dhe shidet edhe fshatit, po edhe rinis. Atëherë Hoxh, çfarë do të thotë realisht të kesh mendim të mirë për Allahun? Mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall është nga ibadetet më madhështore të zemrës dhe kuptohet robi vazhdimisht duhet me pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall në shumë aspekte. Duhet me pas mendim të mirë kur i lutet Zotit, duhet me pas mendim të mirë kur Allahu e prevon nga diçka. Thjesht në çdo gjendje, në çdo situatë duhet me pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall. Nga se siç ka thënë Zoti në hadithin kudsi, ana inda dhanni abdi bi, unë jam do thotë robi jam sikur sa ai çish mendon mua. Nëse ti e mendon se Allahu është falës, ka më të fal. Nëse mendon se Allahu i përgjigjet lutjes sonde, kuptohet me bindje, do thotë ai ka më i përgjigj lutjes sonde. Definicionin mendoj ma përmbledhës për mendimin e mirë për Allahun Azza wa Jall e ka dhënë Ibn Kaimi rahimullah, ku ka thonë që mendimi i mirë për Allahun Azza wa Jall është mendimi i cili ekziston vazhdimisht si një gjendje mirësie, si një gjendje sprove dhe me ngulit në kokë dhe zemër se çdo gjë që vjen nga Allahu Azza wa Jall nuk vjen kur sharr. Gjithmonë është hajër për ty. Dhe normalisht mirësia vjen vetëm nga Zoti xhallahu ala. E kuptuam ne atë mirësi apo nuk e kuptuam? Dikush mundet me thonë si ka mundsi mos me kuptu logjika njerëzore urtësinë e Zotit. Për shkak se disa gjëra Allahu na ka shpalos, do thotë që për shembull urtësia e agjerimit është devotshmëria, urtësia e namazit është pastrimi nga mëkatet, urtësia e haxhit është do thotë avancimi dhe afrimi te Allahu Azza wa Jall. Do thotë çdo ibadet e ka urtësinë e vet. Disa ibadete Allahu i kalon sekrete, do thotë urtësitë e tyre, dhe nuk do thotë që na si mendje dhe logjikë njerëzore nuk i kuptojmë e mos me pas do thotë ajo urtësinë e vete. Andaj kërkohet prej neve që vazhdimisht do thotë të kemi mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall dhe ta njohim Zotin xhallahu ala në gjendje mirësie dhe në gjendje sprova. A mundet çdo kush këto me arrit? E pastaj këtu ka dallime. Përse po them ka dallime? Nga se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam në një hadith vërtet, "I'rif rabbaka fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda." Njihe Zotin, do thotë kur je në mirëqenie, kur je me bollok, nëse dëshiron me të njoh Zotin kur je, do thotë mas vështira apo mas nxorti. Të Hoxh, si reflektohet mendimi i mirë për Allahun në kohë mirësie? Tham që njeriu kalon në dy faza, ose ka me përjetu një kohë mirësie, ose ka me përjetu një kohë sprove. Dhe normalisht është e pamundur me vazhdu vetëm njëra e mos me ardhë do thotë gjendje tjetër, nga se kështu është e tillë dunjaja. Qysh me reflektu dhe qysh me pa veten kur i kom punë mirë, une a kom mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, dietarët kanë thonë që kjo shfaqet dhe reflektohet në disa aspekte. Aspekti i parë është që me kuptu që të gjitha këto të mira që i posedon jo nga Allahu Azza wa Jall. Argument ka thënë Zoti xhaleshanuhu në surën Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo të mirë që e keni nga Allahu Azza wa Jall. Në dy, të gjitha të mira që i ki
nëse dëshiron me qit në kalem, në numër, s'ka mundësi të thot me qit, për shkak se të mirët e Allahut janë aq të shumta, do thot se kemi mundësi me i numëru. Thot Allahu xhaleshanu po në të njëjtën surë Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Edhe nëse përpiqeni me i numëru begatitë e Allahut azza wa jall, nuk keni mundësi me i arrit. Reflektohet njëkohësisht mendimi i mirë për Allahun azza wa jall në kohën e mirësisë, kur ti nuk e harron Zotin, por e falënderon Zotin xhaleshanu. Pra, e falënderon Allahun për mirësinë që të ka dhënë. Reflektimi i katërt, kanë thonë dietarët, do thotë shprehet kur ti nuk bosh arrogant, do thotë me mirësinë e Zotit. Nga se kemi shembuj negativ dhe kemi shembuj pozitiv. Për shembull Allahu azza wa jall ja ka dhënë pasurinë e Abubekrit, po ajo pasuri e ka bërë Abubekrin më modest, e ka bërë Abubekrin më dorëdhënës. Njëjtën kohë ja ka dhënë pasurinë edhe Karunit, Firaunit, Hamanit, i ka dhënë pushtet. Mirë po ata këto mirësitë e Zotit i kanë keq përdor dhe kjo ka kriju arrogancë tana. Mirë po fundi ka qenë do thotë i dhimbshëm. Fa khasafna bih. Allah thotë i than tokës qelo edhe gëlltiti do thotë Karunin. Gjithashtu e fundit që reflekton që na kemi mendim të mirë për Zotin në gjendje mirësie, kanë thënë dietarët është kur ti ket mirësi vazhdimisht e përmend, po e përmend duke ja dedikuar Zotit. Mos më thonë që valla unë kom nejt gjithë natën pa gjumë, e kom arrit këtë pozitë, e kom arrit këtë pasuri, e kom arrit këtë dituri, por duhet më thonë që dashja Allahu azza wa jall më dha iman. Pastaj më dha shëndet, nga se ka mundësi nuk ki shëndet, s'ka mundësi marrën punë, nuk ka mundësi me shku me sugju. Do thotë të gjitha të mira që i ki, mos më janë vesh vetvetes, mos më thonë që janë pi mua. Do thotë për shkak inteligjencës time, për shkak fuqisë time, po me ja dediku vazhdimisht Allahut azza wa jall, edhe pse na nuk e mohojmë lodhjen, nuk e mohojmë mundjen, mirë po kjo është prej modestisë edhe por ulësisë, do thos që duhet me ja dediku Allahut azza wa jall. Dhe këtë Zoti e ka përshkruar Kur'an, kur ka folur për pejgamberët, për njerëzit e mirë, që ata vazhdimisht ja kanë dedikuar të mirat Zotit, se kanë pas vazhdimisht mendim të mirë për Allahun azza wa jall. Allahu thot: "Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha al-islam, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah." Thonë robët e Allahut azza wa jall, e falënderimi takon Zotit që na ka udhëzuar në këtë Islam. Po mos ishte mëshira e Allahut, hidajeti i Allahut, ne nuk do të mund të udhëzoheshim në Islam pa ndihmën e Zotit. A ka mundësi me kuptuar Islamin pa ndihmën e Allahut? Nuk ka mundësi. Nga se ka në hadith vërtet, Allahu pasurinë, pushtetin, bukurinë jep edhe të mirët, jep edhe të keqit. Mirë po imanin, besimin jep vetëm atij që e do. E tash ty të ka zgjedh Allahu, mua më ka zgjedh, tjetrin e agjëruese ka zgjedh, çka jep me kuptu? Që Allahu na ka dashur neve. Çka krijon kjo? Dashuri për Zotin, edhe krijon vazhdimisht mendim të mirë për Allahun azza wa jall. Pse është më i vështirë mendimi i mirë për Allahun në kohë provës ose në gjendje sprove? Njeriu është i krijuar se ngutet. Insanin nga natyra e tij që ka krijuar lumi Allah ngutet. Vetaj që na ka krijuar neve ka thonë khuliqal insanu min ajal. Njeriu do thotë është krijuar çashtu i tillë i ngutshëm. Andaj njeriu kur kaplohet nga sprovat, do thotë e kaplojnë emocionet, e kaplojnë pastaj mërzit. Dhe në farforme i mjegullohet atij urtësia se pse Zoti e ka sprovu. Për shembull, i mjegullohet urtësia se ka thonë pejgamberi inna Allah idha habba al-abda yabtala. Allahu kur e don robin e sprovon. Ai në atë moment nuk e kujtohet, për shkak ju kanë përzi emocionet. E dyta është se sprovat kur na gjejnë një gjendje që s'jemi të përgatitur me iman sa duhet, në farforme e mulisin njerin. Ndoshta hutohet me sprovën edhe harron, do thotë që Allahu azul me këtë sprovë ka dashur me kandell, ka dashur me largu pluhurin, ka dashur me tregu që nuk jetu shku mirë, ka dashur me tregu që po duhet të pasru, ka dashur me siç kanë thonë shokët e pejgamberit, ja Rasulullah, deri kur na mos provu kështu. Ka thonë derisa Allahu t'ju boje me jezna për tokë pa gjinoje. Automatikisht kur e nguli muslimani, agjëruesi dhe agjëruesja këtë kuptim sprovës, do thotë e kupton që Zoti e paska dashur se e ka sprovu. Allahu e ka dashur se e ka sprovu. Bilet parë ton e kanë pas një bindje që nëse ka kalu java, muji, pa pas ndonjë filam, pa pas ndonjë sprovë, smundje, kanë dyshuar imanin e tyre. Kanë dyshuar që u përzi imani me nifak. Për shkak se kanë ditë që sprova i pason edhe i kandell. Neve na kalojnë javat, na kalojnë muajt, na kalojnë vitet edhe nuk sprovohemi. Na bien një flamë edhe pastaj më njëherë ankohemi Allahun e rujt edhe harrojmë ato vitet e kaluara që i kemi pas me mirësi. Dhe shembull konkret për këtë do thotë se si me kalu gjendje sprove, me pas mendim të mirë për Allahun azh, është rasti i Jubit alayhis salam. Do thotë ka pas vitet e tëra pasuri me bollëk, ka pas autoritet, ka pas djem shumë, por as për Allahun likur. Esprovoi Zoti i vdiqën djem, i humbi pasuria. Buni sabër. Dhe gruaja e tij kërkoi nga burri i saj, Ejubi sa mi tha, ti je pejgamberi i Allahut. Allahu pejgamberëve duasja kthen bosh, pa përgjigje. Lutë Zotin, na ka gjetë belaja.
Ejubi a.s. tha, po më vjen turp me çu kokën edhe me bodo me lutë Allahu më shëru, se shumë vite kum pas mirësi. Hala si bune një muj mes muj, po vjen marrë. Neve minutin e godes prova më herë, o Zot çka më gjeti. Pse mua kështu? Pse më ndodhe mua kështu? Allah na rujt. Për të arsye Allahu kur e zbriti shërimin për Ejubi a.s. çka tha? Ni'mal abd innehu awwab. Sa robi mirë është Ejubi a.s. Vazhdimisht ka qenë i kthyer te Allahu, vazhdimisht ka pas mendim të mirë për Allahun, se Allahu nuk e humb robën e vet. Allahu kur gjosi dërgon robit që ajo më qenë ndëm të besimit të tij, edhe ndëm të jetës së tij të përgjithshme. Allah shpëbleft, hoxh, si ta ruajmë mendimin e mirë kur lutjet tona nuk marrin përgjigje fare apo nuk marrin përgjigjen e kërkuar çu kena qef ne? Kjo zakonisht është e njerëzit të cilët s'po them besim të dobët, po të njerëzit që kanë qef me arrit një diçka që shta Zoti insani është e krijuar mbi tillë shpejt. Do të ka bëu plan me kërku filan vajzën për grup, e ka bëu filan vajzën me ja kërku dorën e saj, edhe dëshon që kjo mo realizu për një natë. Mirë po na e dim që Allahu Azza wa Jall vazhdimisht i pranon duat, mirë po format e pranimit ndryshojnë sipas ursive të tij. Për shembull, ka një hadith të vërtet që ka thënë pejgamberi selam, Allahu Azza wa Jall i pranon duat përderisa nuk gutet muslimani. I thanë ja Rasulullah, çka është muslimani më gut? Çka do të thonë kjo? Ka thonën nëse thot u luta, Allah s'më përgjigj. E dyta, ka një hadith vërtet, inna Allaha yastahyi min al-abd idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allahu akbar. Allahu Azza wa Jall për këtë krijesë plom njëri mbi tokë, thot turpënohet kur një rob i Zotit i çon durët edhe Allahu më ia kthy zero përgjigjen. Mos më ia kthy përgjigjen, Allahu turpërohet mbi 7 kaçej për ty për mua. Për gjunat, gjithë gjunat e kemi më megjithatë prap Allahu e pranon duan. Turpërohet me na kthy durë bosh. E tash përgjigja a kthehet a nuk kthehet. Ka një hadith vërtet në Musnedin e Imam Ahmedit, robi kur lutet te Allahu Azza wa Jall ka mundësi nëse është haj për të, Allahu ja pranon duan më një herë. E dyta ka thonë pejgamberi selam, ka mundësi Zoti xhallahu ala ose ja avancon duan me diçka tjetër këtë dunjë ose run nga një fatkeqësi, nga një bela. Edhe e treta ka mundësi Allahu ja run ahiret. Që kur dalë robi ditë e gjykimit i shef mirësi që thot robun o Zot unë si kum bëu këto mirësi. Se ku meritu këtë vend, thot vazhdimisht ki bëu dua, do thot edhe Allahu ti ka rujtë dua për ahiret. Shokët e pejgamberit sa më thanë ja Rasulullah, na jemi të bëu dua shpesh te Zoti, mos po teprojmë. Thaf Allahu akthar. Allah thot ka qef më shpesh me bëu dua. Atëherë thot po bëjmë dua vazhdimisht ja Rasulullah. Bile ka një hadith vërtet që Allahu hidhrohet me robin kur ai se troket derën. Kur Allahu si andjen aty zonin me thonë o Zot, konoj për ty, o Allah, kom këtë breng, sikur që shka rasti i Yunus alayhis salam, peshkun e balenës, Allahu e dëgjoi zërin e tij, edhe melekët e dëgjojnë. Thonë o Zot, po e dëgjojmë një Zot njofshëm. Pse e zoj njofshëm? Për shkak se edhe melaçet e kanë ditë u lut, çat shpesh e ka lu Zotin, edhe melaçeve ju ka bë rutinë zoni i tij. Andaj na të lutem me Allahun në gjendje mirësie, po ta lutem edhe në gjendje sprova se normalisht Allahu Azza wa Jall nuk na hedh duan poshtë. Po normalisht ka qef me qenë zemra e këndell, jo zemra do thot e përgjumur. Zoti xhallahu ala ka qef me na pas serios dua. Ka Allahu Azza wa Jall ka qef me na pas që duaja mos më konën për gjëra negative. Për shembull dikush thot o Allah më mëson me fitu bastore. Allahu nuk i përgjigj duas, në haram ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ose ai qetë thot o Allah më mëson filan vajzën me pas kontakt, Allah na rujt. Do të e lejash lejme. Mos shpejt kësi dua me të pranua Allahu Azza wa Jall, nga se Zoti xhallahu ala i ka definuar këto punë edhe pejgamberi alayhis salam. Andaj luteni Allahun sidomos në muajin e lutjes, se duaja tini të bindur se nuk shkon hoç, edhe normalisht përgjigjet. Kur vjen, edhe kur do thot pranohet, e din vetëm Zoti xhallahu ala. Edhe të parët tonë njëri pyetje ka thonë që më shumë ju mgzu kur e kum lut Allahun, kur s'ma ka pranuar duan se sa kur ma ka pranuar. Për shkak se thot kum pas raste, kum bë dua 10 vjet për një punë. Mas 10 vjet dhe ku marr vesh që Allah s'ma ka pranuar që nuk u kon hajër për mua. Thotë jam gëzuar më shumë se me më pas pranuar para 10 vjetës se e kisha pa do thotë shirrën e saj edhe dëmin e saj. Andaj e ke bu kërkesën e një vajze, s'ka qenë do thotë caktim i mirë për ty, apo s'ka qenë caktim i mirë për atë vajzë, ose thjesht se ka bëu Allahu kader me qenë ju bashk, ti e ke botondën Allahu ka caktuar kaq është. Do thotë ti ke planifikuar, Allahu ka realizuar ashtu siç din ai xhallahu ala. Mendimi i mirë është ndjenja apo zgjedhja? Normalisht na dim që motori i trupit njeriu është zemra. Mirë po, zakonisht zemra shpeshher din me marr sinjale direkte edhe nga mendimi. Për të arsye, njeriu shpesh ndikohet nga mendimet edhe emocionet. Por për të dërguar sinjale pozitive në zemër, duhet patjetër mendimi me qenë i saktë.
Andaj mendojmë për Allahun Azza wa Jall, pastaj e ndjejmë, nga se s'ka mundësi me ndjej diçka pa mendu. Për shembull, kur është një beqar, pelimin dhe beqarin, dikush flet për filan vajzën. Do thotë ky s'ka mundësi me pas ndjenja për të. Pa dëgjuar një herë komplet kontekstin apo fjalimin për vazhdimin e fjalë. Kur i dëgjon, do thotë fjalët e bukura, është e devotshme, është e ndershme, pastaj mendimi vëlvitën e për kokë edhe çka jep sinjale në zemër. Andaj fillojmë pastaj me ndje. Kushtu na mendojmë për Allahun Azza wa Jall mirë, pastaj e ndjejmë atë çka mendojmë për Zotin xhelalu ala. Për shkak se lexojmë fjalë të Zotit që duhet me pas mendim të mirë, lexojmë pastaj fjalë pejgamberit sallallahu nga jeta e të parëve tonë dhe kjo automatikisht krijon ndjenjë. Pra, është mendim e pastaj normalisht kalon në ndjenjë, normalisht nëse ja bëjmë hizmetin. Pse duhet të kemi mendim të mirë për Allahun në agoninë e vdekjes? Momenti më delikat është momenti i vdekjes dhe kështu kisha pas qef me potencioni diçka që te ju në Kosovë nuk e di, do thotë që keni, të nam preshevo zakon që mja knu tallkinin të vdekurëve tonë pas varrimit, pas i lëshohet në varr. O filani biri filani thuaj la ilaha illallah kështu më radh. A pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë laqinu mautakum bi la ilaha illallah. Thuani të vdekurëve tuaj tallkinin apo fjalën la ilaha illallah gjatë agonisë së vdekjes. Të na në vend se me ja lecu në agoninë e vdekjes të vdekurit tonë, ne ja vështirësojmë. Baba je mirë, po do me vdek, gjendjen e ki shumë kritike, do thotë ja vështirësojmë punë. Çka duhet me bë? E para, do thotë që duhet me bë, është duhet me ja përkujtu se ku është të shku. Është të shku të një Zot i cili është falës. Është të shku të një Allah që e don më shumë se nana dhe baba e tij që e kanë dashur. Është të shku të një Zot që është më i mëshirshëm se sa vetë robi që është në agoninë e vdekjes për veten e tij. Për të arsye ka porositë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thonë la yamutanna ahadukum illa yuhsinu billahi dhanna. Mos vdekse askush për juve vetë duke pas mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, ose për shembull me ja bë dashur atij që është në agoninë e vdekjes mendimin e mirë për Allahun dhe takimin me Allahun Azza wa Jall. Nga se njeri kur e don dikën përmallohet me takimin me të. Për të arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër vërtet, men ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Tha ku pejgamberi sa kush e don takimin me Allahun, edhe Allahu e don takimin me të. Kush e urren takimin me Zotin, edhe Zoti e urren takimin me të. Ama kjo nuk vjen për një moment. Duhet me kalu një periudhë gjatë duke jetuar për Allahun, duke e dashur Allahun Azza wa Jall, se s'ka mundësi do thot në atë momente me të ardh, do thot kjo sikur hedije, pas jetuar për Allahun Azza wa Jall. Se për shembull ka raste njerëzit kanë fal namaz, njerëzit kanë qenë larg Islamit, edhe kur ju afruan gat mi thon la ilaha illallah ka fal çdo Për shkak se s'ka qenë i përgatitur. Andaj vdekja, do thotë, është takimi i pashmangshëm, është realitet që ka caktuar Zoti xhelalu ala dhe është moment kur na nuk e dim se kur na vjen. Për shembull, në këtë shekull, me tar dikush mysafir pa prit mas, pa të thirrën telefon, ose pa ta dërguar një mesazh a muj më ardh, që ju ftof njerëzit mes vetin këtë kohë, ku jetu shkuo vëlla, s'm lajmërove, pse s'm thash që po ve, ajo më gati as jam gati. Vdekja nuk ka pse s'm lajmërove, vetëm vjen edhe do thotë s'ki ndoshta mundësi asnjë pa paralajmërim. Pa paralajmërim. Atëherë a bën pjesë dashuria në takimin e Allahut, në mendimin e mirë për Allahun, sidomos në çastet sëmundje apo edhe të vdekjes? Normalisht këto na japin më së miri pejgamberët e Allahut Azza wa Jall. Për shembull i dërguar Allahut i vdiqën 3 djem. Kjo nuk është lehtë për pejgamberin sa realisht ka qenë lehtë për shkak se ata që urrenin e akuzonin, i thoshin fatprem, Allah i nderoft, i thoshin bishprem, për shkak se thonë që nuk ka trashëgimtar më mas, i kanë vdek 3 djem. E kur i vdiqë vladi i fundit pejgamberi sallam, tha na jemi të mërzitur o Ibrahim, do thotë për vdekjen tonë, po ma naqulu illa ma yurdi rabbuna. Nuk thojmë asgjë pas ato që e kënaq Zotin xhelalu ala. Se thotë përkundër që ja ka marrë 3 djem pejgamberi sallam Allahu azza prapa ai ka pas mendim të mirë për Allahun azza. Pastaj Jakubi alayhis salam në gjendje vështirësie për mërzinë që e pat për Jusufin alayhis salam, një ditë për ditëve, pasi që vllaznia e morën vesh Jusufi u bë ministër, u kthyn tek baba i tyre me këmishin e Jusufit alayhis salam, Jakubi alayhis salam tha inni la shumuriha Yusuf. Tha jam duke ndi erën e Jusufit. Gjemti tha no bab, e tu di çka të fol ajo. Një kohë gjatë 30 vjet se ki pa Jusufin. Të kemi treguar që ka hungur ujku. Edhe tha ki fillu mu qerru duke qaj për Jusufin, tash mo edhe vetëm se sa s'ki vdek, a hala po mirësh me këtu muhabete, edhe i tha në djemë të baba, bon me ditë pikajt e ki këtë bindje, tha o djemë të mi, inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamun, tha unë e di
për Allahun azza wa jall atë çka ju nuk e dini. Për shkak ka ditë Jakubi alayhis salam që shkon në Mostadrekun e Hakimit që çat shumë ka lut Zotin dhe ka pas mendim të mirë për Allahun dhe binje për Allahun azza wa jall duke çajt namaznatën një hap natë ka anë transmetime që e ka dëgjuar një zoj Jakubi duke thonë që o Jakub me këtë për ulje, me këtë mendim të mirë që e ke për Allahun azza wa jall, edhe nëse kish me qenë Jusufi i vdekur diku, ta kisha sjell me u çmall me të në disa çaste. Për shkak mendimit mirë për Allahun, edhe për shkak duave dhe lutjeve që nuk i kanë dalë vazhdimisht Jakubi alayhis salam. Edhe për Allahun është çdo gjë e lehtë, vetëm na duhet që do thotë kemi mendim të mirë për Allahun azza wa jall. Gjithashtu, njeriu kur e don dikën vazhdimisht mundohet të arsyetu. Për shembull, për dikën ki respekt madh, apo për dikën ki dashuri të madhe. Ai edhe nëse ta vanon përgjigjen, ai edhe nëse sillet keq me ti në farforme, e arsyeton për shka në emër të dashurisë. Kjo është krijesë, po çka mbetet, do thotë raport me krijuesin ton Allahun azza wa jall, i cili do thotë na jep vazhdimisht mira dhe për të cilën jemi të obliguar ta duam atë. Për ta sy Allahu ka thënë në surën Al-Baqara, "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ata që një mend e besojnë Allahun azza wa jall, e duan Allahun azza wa jall me një dashuri të një mend dhe me një dashuri të pastër dhe të sigurt dhe të sinqertë. Atëherë hoxh, cili është dallimi në mes durimit dhe mendimit të mirë aktiv? Normalisht durimi është një çështje e kërkuar në Islam dhe Allahu azza wa jall i ka vendosur shpërblim të madh. Durimi do thotë është të mos shfaqësh ankesa kur Allahu ta vanon përgjigjen, kur Allahu azza wa jall të sprovon. Ka një njeri tek Hasan al-Basriu edhe është anku kushtimisht, është anku për Allahun azza wa jall. Vazhdimisht Zoti më po sprovon, unë po mundona po falem. Hasan al-Basriu po e këshill çu shumë. Atë shteki Allah i lej. Po anku është për Zotin e gjithësisë të une, la ilaha illallah. A për din çka e të fol? Do të anku te hoxha, e ka zgjedh një adekuat me sqaru, por hoxha është ndiket se si ka mundësi për Zotin, po anku është një krijesë e Zotit, apo për një diçka që as për veten time nuk kam asgjë në duart e mia. Pra dallimi mes do thotë sabrit edhe mendimit të mirë aktiv është se sabri do thotë shfaqet kur ti nuk shfaq ankesa, kur Allahu ta vanon përgjigjen, kur Allahu të sprovon. Ndërsa mendimi i mirë aktiv është vazhdimisht flet edhe mendon për Allahun azza wa jall. Për shembull, ka njerëz që na njohmi, janë sprovon familje, apo janë sprovon jetën e përditshme aq shumë. Edhe nuk na ka ndodhur ata me i pa me lënë sy. Nuk na ka ndodhur ata me i pa të molisur. Nuk na ka ndodhur ata me i pa fytyrë mrolur, vazhdimisht buzëqeshur. Edhe na kanë folim edhe vetë me veti. Ç'është e mundshme? Gjithë ato sprova edhe hala ka elan, vullnet me bo mirë. Gjithë ato sprova dhe vazhdimisht thot elhamdulillah, shumë mirë më ka dhënë Zoti. Kështu kanë qenë të marrë tonë, edhe pse neve na duket do thotë njerësi huaj në këtë formë. Andaj kjo është dallimi mes sabrit, durimit edhe mes mendimit mirë aktiv. A ndikojnë edhe ose si ndikojnë plagët e së kaluarës në formimin e mendimit të mirë për Allahun? Normalisht secili ka mundësi me pas një të kalume. Në qoftë e kalume e rënduar në aspektin e sprovave, qoftë e kaluar e rënduar në aspektin e gjunave që i ka pas njeri. Nëse njerëzit dëshirojnë me kultivu mendimin e mirë për Allahun azza wa jall sipas logjikës dhe mendimeve të njerëzve, atë normalisht ka me ndërtu mendim negativ për Allahun azza wa jall. Ç'është mendim negativ për Zotin? Për shembull, dëshiron që me arsyetu gabimin me caktimin e Zotit. Çka thot? Ka caktuar Zoti unë më bëj gjunohet, edhe Zoti më përgjithësinë më s'kam gjunohe. Se Allah më pas dasum kish lënë më bëj gjuna. Astaghfirullah. Sikur që ka një njeri te Omer radhiyallahu an, edhe thot Omeri, do thot hade se po e caktojmë masën dëshkuese për vjedhje. I tha ai personi, unë kam vjedh me caktimin e Zotit. Atëherë tha na, po e zbatojmë masën dëshkuese pra me caktimin e Zotit. Atë njeriu i cili do thotë dëshiron me ndërtu mendimin e Allahut azza wa jall për shkak të keqes kalume, sipas fjalëve të njerëzve të rëndomt, atëherë nuk ka dyshim që do thotë ka me kriju mendim negativ për Allahun azza wa jall, dhe normalisht kjo pasaj i krijon probleme edhe për të tashmet dhe për të ardhmën. Ndërsa nëse ndërtojmë mendimin pozitiv për Allahun azza wa jall sipas asaj që na ka mësuar Kurani, edhe suneti, atëherë normalisht le të kemi me mendu mendim të mirë për Allahun azza wa jall. Dhe jemi pastaj të kënaqur edhe me caktimin e Zotit. Për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dash me mjell pozitivitet raport me caktimet e Zotit vazhdimisht të shokët e tij. Për shembull i ka rënë manajt shumë shpesh me Abdullah ibn Mas'udin. Edhe i ka thonë një herë, "Irdhi bima qasama Allahu lak, satakun aghna an-nas." I kënaqur me atë që ka caktuar Allahu, kemë qenë njeriu më i pasur. Ndërsa i ka thonë, "Irdhi bima qasama Allahu lak, sata'is sa'idan." Pajto me atë që ka caktuar Allahu, kemë qenë njeri më i lumtur.
Andaj thjesht, varësisht se çysh e ndërton ti mendimin e mirë për Zotin apo të keq, qoftë nëse ndërton sipas ideve të njerëzve apo sipas asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam. Sprovat e gjatë, sprova e gjatë fakt dhe lodhja emocionale a zbehet mendimin e mirë për Allahun. Normalisht Ibn Kaimin kur e kam pyetur kjo sprovë që më ka ardhur mua, që është të zgjatë, a është dënim apo do thotë është afrim te Allahu azza xal. Ibn Kaimi ka thonë rahimahullah, nëse kjo sprovë, pavarësisht do thotë që ka kalu kohë gjatë, i lodh në formë emocionalisht, nëse kjo sprovë do thotë të ka bëu ty më afru më shumë te Zoti, atëherë është se Allahu po don. Allahu po don me sprovu. Dhe kjo normalisht jep mendim të mirë për Allahun azza xal. Nëse kjo sprovë të largon prej Zotit, atëherë dihet që jetu mendu keq për Zotin xhelalu ala. Do thotë nëse të largon nga udha e Allahut azza xal, dihet që është duke do thotë je duke mendu keq për Zotin xhelalu ala. Për shembull, ka raste kur zgjatet sprova, na nku njerëzit që për shembull janë sprovë me sihër, Allahu i shëroft, apo dikush ka edhe sprova tjera, jo na nku pse ka zgat ka shumë sprova. Dhe akom drejt me thonë o Zot u lodha. Njeriu bjen kësaj gjendje se sahabëve i ka ndodhur kjo, edhe kanë thonë meta Nasrullah. Kur është ndihma e Zotit? Pejgamberi sa s'ka diçka më thonë, ka prit shpallën nga Allahu azza xal. Allahu ka thonë ala inna nasrullahi qarib. Ndihma e Allahut është shumë afër, vetëm çka, do të bëj sabër. Edhe pas mendim të mirë për Allahun azza xal. Ejubi alayhis salam, e ka marrët ka pas sprovë gjatë shumë, ndoshta 20 vite ka zot sprova. Pastaj kur Ejubi e çoi kokën lart edhe boni dua që Allahu më liru nga kjo sprovë, kur sprova kaloi aspektin psiqik. Ka dallim sprova këtë aspekti psiqik edhe aspektin trupor. Ka sprova që janë te njeriu, edhe normalisht ka përkrahje për njerëzve, fjalë pozitive. Mirë, po kanë ka sprova që njerëzit akuzojnë. Ku më çka ke boti, ti ke fajt, çu piçel syt, çu ka bo Zoti, po paskon e mirë Allah s'ke sprovu. Që si fjala e Ejubi, kur kanë filluar këto fjalë me prek familjen e Ejubit, çka tha? Enni meseni ad-durru anta arhamur rahimin. O Allah, më ka rrok belaja, keqja. Ti je më i mëshirshëm i mëshiruar. Cila është belaja? Meseni ash-shaytanu binusbi wa adhab. Shejtani po më ngacmon me fjalë ngacmuese, ana psiqike, edhe kjo po më rëndon shumë o Zot. Allah do të thosë që mlale. Mazat vjetë, pas ma vjetëve, kur kaloi sprova o aspektin psiqik u rëndu shumë, Allahu ja kthei përgjigjen. Andaj edhe neve na ndodh që me ra në kësi gjendje, por vazhdimisht na duhet me pas mendim të mirë për Allahun azza, se normalisht zgjatja e sprovës ka një herë, kushtimisht po them, e bën njeriu jo që mos me pas mendim të mirë për Zotin xhelalu ala, po mos me kultivu mendim real që duhet me pas për Allahun azza wa xal. A bashkëtojnë dhimbja dhe mendimi i mirë për Allahun në të njëjtën kohë? Normalisht nuk është e lehtë, duhet me arrit një grad, jo do thotë jo të vogël, po një grad të lartë për ta kuptuar sprovën, do thotë si mirësi. Për shkak se, për shembull, po e keni ilustrim nga të parët tanë, që ka qenë i sprovuar me babain e tij ka pas, do thotë invalid. Në kohën e tashme, do thotë kushtet financiare do thotë dallojnë nga e kaluara. Në të kaluarën kushtet kanë qenë shumë vështira dhe normalisht ky dietar apo ky njeri i mëshëm, ky njeri që ka qenë dhe ka pas mendim të mirë për Allahun azza xal, ka qenë i sprovuar me babain e tij. Dhe atëherë Allah ju nderoj për të kryer nevoja fiziologjike kanë qenë metodat më ndryshe se kurse tash. Dhe ai person për të liruar nga nevoja fiziologjike prindi i tij, do të ka vendosur dy duart e tij. S'ka pas do të forma dhe metoda që na i përdorim sot. Dhe njerëzit kur e kanë marrë vesh, i kanë thonë atij asu morziten nga kjo sprovë. I kanë thonë atij a nuk po gërditesh nga kjo sprovë e prindit ton? Ka thonë përkundrazi, nuk po gërdit nëse po vjen era e kësaj më mirë sa era parfimit. Pse ka ndodhur kjo? Për shkak se ka kuptuar që sprova ndonjëherë ka një fillim, ama ka një mbarim. Sprova ndonjëherë ka një fillim dhimbshëm, ama mbarimi i saj është i suksesshëm. Kush është mbarimi i saj? Është xheneti i Allahut azza xal. Shkon hadith, po të dinit se sa do shpërblen të sprovuarit. Kur ta shihni ditën e gjykimit kishin pas qef mu kthin ndonjë edhe me ashtu dozën e sprovave. Bile edhe me u sharru ka thënë pejgamberi sallam. Për shkak shpërlimeve të mëdha. Andaj bashkohet, do thotë dhimbja edhe mendimi i mirë për Allahun azza xal tek muslimani i cili ka raportet me Zotin e mirë, i cili ka besimin e saktë nga Allahu azza xal, edhe njeh Zotin ç'është duhet. Pse na kemi defekt? Dikush thotë ç'është ka mundsi muslimani 5 vakte me kry haxh, edhe mos më pas mendim të mirë për Zotin. Ku kthehet ky gabim? Kthehet në parim. Te fillimi i lundrimit në anije. Kush është ai parim? Nuk e njeh kënjë Zotin. Nuk e din se ka një Allah që është Ar-Rahim, falas. Nuk e di që ka një Allah që është El-Hakim, është i urtë, e ka sprovu Zoti me urtësinë e tij ai din. Nuk e din që ka një Allah që është El-Ghafur, falas. Do të thotë këto gjëra e bën njeriu edhe muslimanin që i fal 5 namaz, kryen haxh,
Edhe kushtimisht me thonë që ki nuk e ka mendimin rregull për Allahun azza wajel, pra duhet me përmesu në herë, do thot kulmin, duhet me përmesu mendimin me mirë për Zotin, me njoh Zotin, edhe pastaj me pas mendim mirë për Allahun azza wajel. Pse po themi kështu? Për shkak se dietarët e besimit islam, akidit islame, e ka vendosur në rregull dhe ka thonë i'rif rabbaka fi rikha ya'rifka fi shidda. Më falni, kjo është hadith, ka thonën dietarët e kanë thonë rregull, do thotë dietarët e akidës, kanë thonën ai cili e njeh mas miri Zotin xhelalu ala, ai i friksohet Allahut më shumë. Men kana billahi araf, kana billahi akhwaf. Ai cili i friksohet e njeh mas miri Zotin, mas shumë ti i tutet Allahut azza. E na nuk e njohmi Allahun sa duhet, edhe nuk e njohmi ç'është duhet. E pastaj na lindin këto defekte dhe këto probleme. Këtu duhet më ndal diçka me potencuese, ka raste na vinë neve dhe na thonë nuk kam mendim të mirë për Zotin. Do thotë hera parë ku më ka ardhur dikush më ka thonë unë si hoxhi i ri imam, jam tërqeth. Ku mos i kam, si kam ndodh. Po s'kom guxuar për shkak të më thonë xhamate se më ka keq. Edhe kur më ka treguar syet, do të vjen pyetja Allahun e rujt kush e ka kriju Zotin, pse Zoti veç ty ai po të bën ty pa drejtësi, filani kështu. Do të kam kuptuar që ka mundsi ose më qenë probleme, do thotë të periudha të caktuara psiqike, ose ka mundësi me pas do thotë dhunë familjare, ose edhe ka mundësi do thotë me qenë edhe smuj sihri, do thotë vezvese e shejtanëve e xhinëve që me arrit njeriu deri në këtë drejtë. Nga se muslimani me mend kryet shëndosh, me iman shëndosh, mos më pas mendim mirë për Allahun nuk shkon kjo kërkon. Atëherë jemi pra kemi në fund si ndikon Ramazanin në përmirësimin e cilësisë të mendimit të mirë për Allahun. Nëse deri tash nuk e kemi njohur Zotin ç'është duhet, nuk kemi pas mendim mirë si duhet për Allahun azza xhel, tash është elementi apo është momenti do thotë që na me e ndryshu raportin tonë me Allahun azza xhel, me kriju kushtimisht një lidhje të re me Zotin, edhe me pas një mendim mirë për Allahun azza xhel. Për çfarë me pas mendim mirë? E para është sa njëri kish pas qef me qenë sofrën e iftarit, me mrit gjysmën e Ramazanit që kemi mri na, por ja që është në varr, nuk ka pas mundësi. Kjo është një element shtytës që na me pas mendim mirë për Allahun se Allahu ta mësoi ty. E dyta, rasti aty e dy sahabive, që njëri ka vdek, do thot luftë, ai tjetri ka vdek krevet, po ka vdek një vjet më vonë. Edhe dallimi ku është, sa ai që ka vdek krevet ka qenë manal në xhenet se sa që në luftë. Arsyeja se ka mrrinë një Ramazan më shumë. E ka mrrinë natë katërt më shumë. Andaj duhet me pas mendim mirë për Allahun që Allahu na dha këtë shans. Pastaj Allahu na dha mundësinë që me përjetu Ramazanin dhe me i shiu këtë ditë të agjërimit. Do thot 15 ditë të agjërimit. Dhe na dha mundësinë që me hi në gjysmën e ditë pastaj, të nesërmen, do thot ai Ramazanit. Andaj Ramazani është element që na mundson ne me pas mendim mirë për Allahun, njëkohësisht edhe se Allahu i ka pengu disa medikamente të jashtme dhe të brendshme që neve na kanë pengu me pas mendim mirë për Zotin. E para është ushqimi i tepërt edhe pija. Do thotë Ramazan, jashtë Ramazanit kemi pas kontroll. Kemi pi sa nuk ka te, kemi ngrënë sa kemi dosht. E kur barku është plot, do thotë e ka vështirë të koncentrohet aty ku duhet të koncentru. E dyta është shejtanët janë prangosur. Janë ku para Ramazanit kom vezvese, kom ato, kom këto. Shejtanët e fortë janë të prangosur. Tash e ki elementi me përmirësu këtë punë. Pastaj nefsi edhe epshi është i dobët. Kur barku është i zbrazur, kur lukthi ka nevojë për shembull për ujë, trupi ka nevojë për ujë, ku shkon mendja? Do të shkon te uji, do të shkon te barku, do të te ushqimi. Dhe normalisht kjo krejt kthehet te mendimi mirë për Allahun azza. Do thotë Allahu e ka bërë Ramazanin, do thotë mjet të filtrimit edhe pastrimit, qoftë nga mëkatet, qoftë edhe raport me Zotin xhelalu ala. Nëse Ramazan nuk e kultivojmë mendimin e mirë për Allahun, edhe si përmirësojmë raportin me Zotin Ramazan, atëherë rreth Ramazanit e kemi edhe më të vështirë. Elus Allahun që të na pranojë këto ibadete gjatë muajit bekuar Ramazanit. Elus Zotin e Madh për çush po blej për ftesën që na keni bërë, për këtë emisionet e begatshme që po i freskoni teleshikuesit, do thotë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Zoti ju shpëlbeft. Amin. Atëherë hoxha edhe herë falenderoj shumë, Allah ju shpëlbeft dhe suksese. Të nderuar me shtretërisë, kaq për sot, takohemi në emisionin tjetër. Ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet tona. Asalamu alaykum.